pushtues dhe vrastar. Atëherë mënyra më e mirë është që të fshehin një diçka që një pjesë e njerëzve e din, pak janë po e din, që përdoret sistemi harp për të krijuar shakullina, uragane, stuhi, thatësira, për të shkatruar dhe për të paralizuar gjithë ekonominë bujqësore dhe blektorale, për të shkaktuar tërmete, për të shkaktuar lloj-lloj problemesh të ndryshme edhe dukuri natyrore në bashkëpunim me sistemin Blue Beam, pra rrezja blu. Kështu që ata nuk duhet duken në Europë si vrastar. Ata thjesht du ta marrin Shqipërinë, se e kanë bërë nëpërmjet kësaj klase politike. Ta thash, janë dhënë 6 miliardë euro nga Rothschildët nëpërmjet familjes Rostov. Ata nuk pranojnë të kthehen parat, se nuk mund të diktojë kjo klasë politike dhe gjithë politikanët e tjerë kushtet dhe rregullat në një lojë që i kanë vendosur dhe përcaktuar tjerët. Cila pjesë do të mbetet Shqipërisë? Shqipëria do ngelet vetëm me Tiranën dhe me disa malësi këtej nga Tirana, as Durrësi nuk do ta kenë më Tyren.